Jena ka kallabllak, familje 22 antar. Ju më shkru ma vonë me dëshmitarë, më kanë shkru, unë jam 52, më kanë shkru 54. 14 vjeqare ju martu, kanë martu nana, kanë da me gjallartë, jam dalë nara. Shoqë jam ka vdekje, kam tjetërën, bashortën e 5 e kam. Ta është në pleshni teme, dishka që tash e kom gjetë një tro një rati, kur të më gëzu. Përshëndetje, mirë me gjese o kotë. Mirë me gjese. Mirë se ju gjeta. Po kalon? Mirë po kaloj. Penzion jam. Më përshëndetje dhe më ka përshtypje shumë që dikush një gazetare përshëndet. Si jo të gjithë e bëjnë këto. Gazetarë du të mineru, ata veç aj që si nera gazetarë taj nuk është në vete. Ja jote e jetë, cila ka qenë më e ndihshmja që do të na tregon sot. O, Si burë, ka qenë jeta për ju? shumë shkurt po t'i bise një liber që ka që kam. Une në moshën 5 vjeqare më ka tek baba. Edhe nana vdetyru me mru me 2 motra. Jena ka kallabllak, familje 22 antar, babgjyshim ka këqyrë. Ju më shkru ma vonë me dëshmitarë, më kanë shkru, unë jam 52, më kanë shkru 54. Me vujte në moshën 14 vjeqare ju martu, kanë martu nana, kanë da me gjallartë, jam dalë nara. Masanej, pej punës të ranë. Jam smu pej më shknive, kom ne 6 muj më shkni, më kanë bërë 6 bira më shkni. Edhe sot da det qyrëna regullisht, i kam kontrolat. Ta është në pleshni teme, dishka që tash e kom gjetë një tro një rati, kur të më gëzu. I kam 5 fëmijë, 3 dje me 2 vajza, gjithë punojnë, mirë i kanë punë, kanë fëmijë gjithë. Unë po shtyjëm penzion që shtorë, shoqë jam ka vdekje, kam tjetërën, jam me banesë. Bashortën e dyta, po? Po, bashortën e 5 e kam. Bashortën e 5? Po, 5 graj ki pasë. po, normal. Po, shqyqa, une gjithmonë kërë ju martu, ju më shku ka haja që ato me do punë të nërsy. Qështu i kom punë, të më s'kom dasht me kriju tjetër familje. Me jau kriju thmive edhe një vlla tjetër ose një motër, ju marrë vesh me ta. Ato në fillim s'kan pas thmi, masaneja kanë një vetën mirë, edhe kanë kërku për me shku me kriju familje dikon, edhe ashtu që gjithmonë jena do mira dashtas, ju martu prapë. S'ki dash shmime të tjera, veç me Ja, grune parki. veç me grune parki, kam thmin edhe s'kam dash tash. Ti kesh 5 gra, nuk është shumë më lehtë ti ndronë, dhe më dhënë 5 gra. Po, që me bo që 26, jo 28 vjetë për baj. Kjo martesa moshë 14 vjeçare tregona që ka që jetë më martu. Shumë keq. Mosha 14 vjeqare, o ka 28 gushti. Ka ra breshën, ka nisë më na mytë. Kom pas shpinë hala pa kry, pa vo më remet, jem shku kom marrë një përkalitë salë, edhe kom qelë ato kanatat, jem gërbohë poshtë një këqyrë atë kiperin, ordua jam ka kapë edhe më ka krejtë tukë më thuj. 6 kamë që i kom pas kërë më hinë dhonër, me dhe s'kom prit veç me hi me pushuse, s'ka pas tjetër të ca. E shumë keq. Thmija më kanë bo me ranë, pe i moshës 18 vjeqare, anena kanë linë thmija. Ta shënë bo thmija 50 vjeqare, janë mirë. Po këtë fatin e jetës ta zgjodri nana, Pa. Nona ka gjetë, një kusheri, një të zakë të ma honë, djali tezës, ma ka gjetën. Edhe, se kom po, deri atë ditë që orë të shpia, se kom po. Atë ditë po krejtë në regullë, po s'ka po të shka. Mirë, të rritesh jetim nuk është shumë e lehtë pa babë, 5 vjeçar. Po ma zërë në 2 jetë nuk ka se më rrit jetim. Kush të qohet për para, të bënë shka donë. Kush të qohet për para, dhe të ranë me bënë shka të ka që. Shumë shtera. Që në kom pas gjyshen e mirë, edhe babë gjyshin, e ata më kanë majtë rej veti, edhe Zoti edhe jam rritë qështu. Jem bona 73 vjetë. Po jo e lehtë. Shtirë po. Atë këtohet prindi? Tek dy poteza ma i men babën. Njerë ku a orë për ndërimi të tretë,
ju më konë veç me nonën, i ka thonë nonës, thërma djallin se jam vetë, po ha buk me ta. Se atëherë nuk i kanë marrë thminë e vogël rej veti, se i ka orë marrë pe babgjyshit, pe gjyshës. Edhe qatë po të zëmajmen, edhe kur ka vdek, e kanë pru gjenazën në borë, sot dhe di venin ato, një vlloj babgjyshit, më ka thirë, ka thonë mi po babën, se tani në thu neve, pëse se më kini lo mi po. I më shkua këm po edhe gjenazën, këm ka për qafe, si thmi vogël, 5 vjeqarë. Kjo është jeta. Ka njëherë Shumë shtirë. sjellë shumë papritura. Shumë. Është me sfidë. Shumë. E ronë, e shtirë, e mundshme, e më kojnë vetën, ku e lonsha që ato, për shembull një halet, 3 muj, mos mi prek që ato gjojsha, se s'ke shkosh, fikale vetë, onë, nona, një motër, masën e mora, grunë, te ju bon thmija, te ju, ka dole. Kur u bon thmija, s'kan pënu 3 vjetë, me rani tash, ka loj kjo e reja dhe na zonin lufta, që si faktë, na qëtën pe pune, shërbimi, pushteti i Serbisë, 10 vjetë i kom pas, s'kom pas pare me 10.000 me shku në shkollë. Me hongër me pi kom pas ballë, se kom punu tokën, kom pas grunë, miser, pula, zoj, djadh, gjithë shka. Po pare nuk kom pas me shuth me shkollë. Me kanë enda autobusa, pa pare. Veç mos me jam dhe prej shkolla, se vëtë këmë marë Prishtinë. Kanë kry shkolla, mirë, janë punë, janë gjithë. Pas shumë përjetimeve që ki kalu, pas shumë sfidave, sprova të mëdha, çka ke mësuar nga jeta? Pe jetës kom mësu shumë. To mas pare, kur unë si unë gëzu. Gjithmonë kom pas, edhe kur i kom artu në kur, si më kom gëzu shumë gjithmonë. Konës të në. Edhe duhet me konën veç i sinqert njeri. Në qofë se je sinqert, edhe nuk qyrë me rajt dika, me abo gropën ma shpine, Zoti ka me të një mu, ka me të fillu punë, edhe ki me ecë për para. Mu gjithë shka më kanë bo, rëthina, ngurët, me gjallartë, rëthina. Unë gjithë ja këmë këthy me të mirë. Gjithë shka. Sot do në prapë, me të në senet, këmë vujtë sene, për i kam punë të ma mira, petë se ta, edhe të mija e në mirë, tonë punojnë, veç do të me koj sinqert në jetë. Do të me koj sinqert, fjalla, edhe Zoti kur nuk tupë. S'do të me koj edhe dorën, s'do të me pas shtërmushëm, do të me koj lirë pak, me dha pak me dorë, sa t'jepsh, Zotit që ma shumë. Faleminderit për juve shumë, jam vora pak kohën. Jo, ishte kënaqësi që ndajti këtë rrëfim me neve. Faleminderit shumë.